Zëvendës kryeministrin dhe deputetin e Kuvendit të Kosovës jam në lidhje të drejtë për drejtë. Ajo është për Teo Qaanit në Shtetet Bashkuara të Amerikës në këto momente, që la kyshim menjëherë në transmetim të drejtë për drejtë në politikë. Zoti Abasi, mirëmbrëma dhe faleminderit shumë që jeni direkt me neve. Mirëmbrëma Kushtem, mirëmbrëma, përshëndetje për gjë. Nuk e di nëse ju zulin befasi juve për Teo Qaanit ky nominimi i zotit Konjufsa fillimisht nga vetëvendosja, më pastaj edhe mandatimi nga ana e presidentës Osmani? Sigurisht që është një prej lëvizjeve tjera taktike për të blerë kohë. Nuk besoj që ka, si themi, besueshmëria as te vetë kampi i lëvizjes vetëvendosje që gjërat mund të shkojnë në drejtimin tjetër edhe mund të rikthehet gjithë ky proces i lojës që është bërë pas zgjedhjeve të fundit. Sigurisht që tani është e qartë që edhe për kryeministrin në detyrë, edhe për presidentën jetike është të vazhdohet në këtë formë deri në një moment kur sigurohet fort një partneritet në një listë të përbashkët elektorale Vjosa Osmani, sepse nuk ka arsye, as logjik, as kushtetuese, as politike, po as edhe veç njerëzore se pse është bërë gjithë ky, si themi, proces i rrezikimit buxhetit, funksionimit demokratik të institucioneve, por sot u pa, do të thotë qartazi që Konjufsa është paraqitur si kandidat nëse ndodh fenomeni Basha, ideja që mos rastësisht diku mund të kaloj e të bëhet kryeministër qoftë edhe për një kohë të shkurtë të jetë Konjufsa, por thellësisht jam i bindur që sot kemi parë një hap tjetër të shkeljes së gjitha normave, parimeve të funksionimit institucional në interes të shtetit për interesa individuale të Abasi, nëse Konjufsa e ka luajtur një rol konstruktiv në Kuvend Kosovë, sipas shumë kujt nga ish opozita, meriton ta ketë një lloj besimi, eventualisht edhe për shkak të qëndrimit të subjekte politike, PDK, LDK, ako që të mos lejohet një kurti 3, eventualisht. Se meriton një shans, zoti Konjufsa, në këtë drejtim? Tani, sigurisht që nëse pikë referente keni një njeri që për 4 vite gjysmë, krejt çka ka bërë në funksionimin e tij si kryeministër, është fragmentimi i spektrit politik dhe gjuha edhe aspekti estetik i politikës Kosovës ka qenë fragmentues, mund të duket që për momentin paraqitet Konjufsa si më i moderuar në kuptimin e fjalorit përdorur etj. Por ju e patë edhe vetë që zoti Konjufsa u ngrit dhe tha që populli po të kërkon me u kthy shumë shpejt, do të thotë është një lloj arbitrariteti në politikë duke